الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qojmë. Mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se fjala më e bukur dhe më e pëlqyer dhe më e ëmbël është fjala e Allahut Azza wa Jall, pra Kurani Kerimi. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo gjë, çdo risi, çdo e shpikur është bidat. Dhe çdo bidat të çon në humbje dhe çdo humbje të shpije në zjarr të xhehenemit, Allahu na ruaj petina. I nderuari dhe shumë I respektuari xhamat. Për sot e parapash që ta diskutojmë bashkarisht një dhimbje e cila po hecna për besimtarët, e cila vazhdimisht po troket shtëpit e tona, qoftë në rreth ngusht, qoftë rreth gjan. Me një fjalë, po ndëgjojmë, ati këto gati shpesh e mëson edhe për ditë. Çka është ajo? Vdekja e papritur. Vdekja e papritur. Filoni vdiq. Vallai begje e pash, mora në akşam e pash, mora para gjysmorës unë e pash me ta, pitëm kafe sot bashkë me ta, mbrëmje dha emanetin, mëngjes dha emanetin, I shkon të punuan. Me një fjalë, shpesh për na ndodhin çeto vdekjet e papritura, edhe shtrohet pyetja, mirë hoxh, çka është bre që kjo? A bën me diskutu? Po, ban me diskutuar. Pse? Se një gjë e cila po ju ndodh vëllezërve ose motrave tona, mundet me na ndodh edhe neve, qoftë neve personalisht, qoftë edhe në familjet e tona. E çka duhet me bën? Sa do pak duhet të jemi të përgatitur. Ku e di çka më gjem ujtë nesër? Ku e di çka gjet ty të nesër? E çetit apo çetit? Kështu që besimtari vazhdimisht duhet të jetë I përgatitur, se nuk e din çka e gjen nesër mja. Pra ata Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Oh ju njerëz, keni frikë Zotin dhe kush ka po përgatit për nesër? Çka po përgatit për nesër? Sot e kena fal sabahin, a thu vallë ne muslimanët sa kemi fal sabahin? Por unë Zot me na kap dekja, ç'është ti dalmi para, ç'është do dalim para Allahut pas sabah. Sot është xhumo, sa muslimani sot se fal xhumon. Runa Zot e kap dekat e mbrëmje, çka I thot Allahut për këtë xhumo që se ka falën? Apo I kindia, apo akşami, apo yacia, apo ku e di çka? A ku e di që çon nuk e di që çoni se ndoshta I kanë mbet nga jeta vetëm se disa orë të vogla të shkurtra. Se kur është e para përgatitur ose e para lajmërume, bëhet I përgatitje, ama po të kap, nuk po e di ku po të kap, atëherë besimtar qëndron me Allahun, që edhe me të kap vdekja ti që sa do pak I përgatitun. Pra ata, u është rrut pyetja, a thu që kjo më mirë, apo me përgatit më mirë? Dietarët kanë folë për këtë çështje, kanë thonë se për besimtarin është më mirë. Për çka më mirë? Por nëse e ka falë namazin e sabahut, e ka falë namazin me xhamat,
A që nështë ka pushu ma sabajt, e ka falë namazin e duhas, a konë me abdes, kada në pregaditën për gjumo shembol, pe marë sot shembol e gjumo, për ta ma mirë. Pse ma mirë ka thonë? Se nuk i përjeton agonit e vdekjes. Se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, subhanallah, inne lil mauti le sekerat. O i madhnum ko zoti jon, se vdekja e ka thot agoninë e vet. Nuk është letë me dalë shpirti vëllezër të nderuar. E kështu që ka një herë kur për besimtarin që kjo është më rahat. Pse? Elhamdulillah, ka flet me bismillah, ka flet me abdes, është quën e ka falë namazin, elhamdulillah pas namazit akon me abdes, akon i lidh me Allahun, i ka vdekja, si ka, aja ashtu ka pas me vdekën, letë për ta. Ndërsa vdekja e papritur pa besimtarin është dënim, kanë thonë dietarët. Pse a dënim? Ka thonë dënim se nuk i jepet rasti as më u penduan. Nuk i jepet rasti, ka dhim për ta. Kështu që vëllezër të nderuar, duhet të jemi shumë të vëmendshëm sepse siç tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se vdekja e papritur për besimtarin është rahati, ndërsa për pabesimtarin është dënim. Kujdes vëllezër të nderuar. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e kishin dert këtë çështje edhe vazhdimisht ishin të lidhur me fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili thonte ekthiru hadhimul ladhat. Shumë përmendne shkatruesin e të mirave. U pyet ja Rasulullah, po kush është shkatruesi i të mirave? Shkatruesi i të mirave tha është vdekja. Sa njeriu pat miliona, e pat pushtet, e pat pozit, e pat forcë, e pat bukurie, e pat gjitha, mirë po i erdhi vdekja pa e pritën edhe pa u pregaditën edhe do i del Allahut ashtu. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, keni me vdek çish të jetoni dhe keni me dal para Allahut çish të vdesni. Atëherë, vdekja duhet me pasën shumë kujdes dhe si besimtar që të jemi të përgatitur për ta, sepse që thot Abdullah ibn Mesudi dhe Aisha radhiyallahu anha në hadithin e pejgamberit, esifun alal fajiri wa rahatun lil mu'mini. Pra, dënim për zullumçarin dhe rahati për besimtarin. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht edhe me këtë për përfundoi, e ka thonë, e ka bo doa në vazhdimisht, këtë doa bashkarisht, mos mushme me mësu arabisht, të paktën shqip, ta mësojmë se Allahu edhe shqipën e kupton. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bo doa duke thonë, Allahumme inni a'udhu bike min zawali ni'matik. O Allah, unë kërkoj prej teje mbrojtjen tënde nga humbja e mirësisë tënde. O tahawulu afiyatik. O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje, ndryshimin e shëndetit dhe mirëqenies time. O fujaati niqmatik. O Allah, kërkoj unë prej teje edhe ndëshkimin e papritur dhe çdo formë të zemrimit tënd. Pra ndëshkimin e papritur. Pejgamberi pas ka bo dua që vdekja e jon me u konën me një vdekje e rahatshme, i madhi Allah mos me na habitën, sepse vëllezër të nderuar, mos mendojmë se dalja e shpirtit është lehtë. Gjithve na ndodhe një herë, na ka inde një therr, dhe një xham, dhe një guri, dhe një çka në trup. Gjitha në ndodhë kena njerëz. Kur e nxjerr çat therrën, çat xhamin ose çat tela, apo diçka, për shembull, lëndimin çka e ke bën në trup. Sa ke përjetu dhind? Para me do me vla shpirti kërtalja. Para me do një shpirti, o vlezër. Unë para me do një vetë se ka me një vend diku me një qëtë ligjërathash. E keni vërejt, e ka po me sytë mi. Zakonisht qafirat kër vdesin du që to. Për shkat që të vdesin. Sepse Allahu aqal me lajken e vdekjes mënyrën më trishtuese edhe i thot ikhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhabal hawni bima kuntum ta'malun. Nxjerrni shpirtat e ju, po sot keni mush probleme atë çka keni vepruar. Ç'është del shpirti, hajde kalzam. Shpirtin duhesh me nxjerr, shpirtin tan duhesh me nxjerr shpirtin tan, valla. Jo therrën, po jo diçka që ka në trup. Shpirti, hajde të nxjerrë shpirtin tan.
Ndërsa besimtari, edhe këto kam pa shumë, Allahu na bën për këtë në ja Rabbel Alamin. Besimtari vdes, me sy të përpjet, me sy të qelur. Me sy të qelur besimtari vdes, sy të përpjet i ka. Pse vdes me sy të qelur? Ka njëherë do dhe të uge busjeshën, se i ven me lajka e vdekjes, mënyrën më të mirë, më të ëmbël, sikur e nona kur shkon e vladin me trazupi gjumit, mos me e trishtu dhët, ja ejetuha nefsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radija, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. O, ti shpirt jetësues, o, ti shpirt i mirë, këthau të Zoti jotë, Zoti qka është i knaqë me ti dhe ti ke qenë i knaqë me Zotin, këthau të robërit e Zotit. Fadkhuli fi ibadi, hin me robërit e Zotit në gjennet. Fadkhuli fi jannati, hin në gjennetin e Allahut. Edhe ai, duke habit me këshirë të mirat e gjennetit, duke habit duke këshirë të mirat që ka e pritin atë, shpirti i del, çish e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur kimja e cila del prej klinit, avrehet që është ashtu shpirti nga besimtari. Pra ta vëllezër të nderuar, çto vdekjet e papritura, le të jenë inshallah rahat për neve, e jo runa Zot azab për neve, e kështu që për me u kon vdekja e jonë e rahatshme për neve, ne duhet të punojmë për ato momente, se pasha Allahu na zogjel, prej të une të i fundit agje, asnjë se i pshojmë vdekjes, vdek për vdek, Allahu na i mundësot me vdek me iman inshallah. Vdekja e jonë kohët e rahatshme ja Rabbal Alamin. O Allah, nëse kena botën një gjuna, kemi bon gjuna, në këtë dunja jemi, o Allah, na i falë para se me na i morë shpirtin ja Rabbal Alamin. Na bën, na këthen të ti, qësh kemi ardhën? Kemi ardhë prej të ti me pa gjunahe, na këthen o Zot me pa gjunahe, o Allah i madhë, banë që kjo botë të tjesh për larje e gjunave tona, dvim të ti ashtu me pa gjunahe, të takohemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të takohemi me shokët e Resulullahit, me shahidët, me njerëzit e devotshëm me kështu me radhë, gjithve i modhi Allah, vdekjen tonë e bon të rahatshme, gjithve i modhi Zot nga xhehenemi na largoft, gjithve i modhi Allah, Jannatul Firdausi nasib na e boft. Amin, amin, amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.